ekonomike në vendin tonë. Unë kam këshilltarin ekonomik pra Partisë Demokratike në lidhje të drejt për drejt Dorian Teliti. Zoti Teliti, përshëndetje. Përshëndetje. E nisim fillimisht me Bankën e Shqipërisë, e cila ka revokuar licencat e disa zyrave të këmbimit valutor gjatë vitit 2025 pas kontrolleve që zbuluan maksinë identifikimin e klientëve, monitorimin e transaksioneve që lidhen me atë që gjerësisht opozita kryesisht ka denoncuar, por tashmë edhe mediat ndërkombëtare që lidhen me pastrimin e parave. Çfarë tregon kjo, zoti Teliti? Janë gati 83 licenca që janë hequr. A ka shkuar tashmë në një tjetër stat, pra janë futur në lojë dhe këmbimet valutore në këtë mes, përveç ndërtimit, turizmit, sektorët e tjerë. Tashmë janë bërë dhe kambistët, apo janë futur në këtë? Absolutisht, pikat e këmbimit kanë disa vite. Për vitesh tashmë janë bërë pjesë e kësaj skeme të madhe, ku një pjesë për tyre, me thënë drejtë, jo të gjitha, absolutisht, ka dhe për tyre që zbatojnë legjislacionin dhe rregullat e Bankës së Shqipërisë. Po ka disa për tyre që janë bërë palë për sa i përket të gjithë këtij zinxhiri të madh të pastrimit paras që do të Republikës së Shqipërisë, qofsh ato para që kanë buruar në Shqipëri, që ato para që kanë ardhur nga jashtë Shqipërisë brenda territorit tonë. Është për të vlerësuar faktin që Banka e Shqipërisë ka marrë masat, ndonë se janë masa të vonuara, por njëkohësisht edhe në informacion, edhe në kontakte dhe në bisedat që ne kemi në anën bashkë Shqipërisë dhe me njerëz që janë dhe ekspertë të fushës, pra që marrin vesh dhe kanë informacion edhe më detajuar se sa popullata e tjerë, pjesa tjetër e popullatës të temi, të siguroj që numri është ende më i madh, është akoma edhe më i madh dhe që Banka e Shqipërisë duhet të bëjë akoma edhe më shumë në temi mund për ta luftuar këtë lloj fenomeni. Pa përfshirjen e le të themi të pikave të këmbimit, ky zinxhir jo se prishet totalisht, po s'do të vështirësohet. Pra ekzistenca e pikave të këmbimit të cilat pranojnë të kryejnë transaksione pa i deklaruar ato, pa marrë le të themi identitetin e personit dhe pa bërë raportime përkatëse, ashtu siç ka legjislacioni dhe rregullorja e Bankës së Shqipërisë, atëherë normalisht ky zinxhir do të vazhdojë akoma dhe më tepër dhe gjatë periudhave të ardhshme, duke agravuar akoma dhe më shumë situatën ekonomike, ku ne jemi sot që kemi 1 euro për 93 lekësh, diçka absurde për sa i përket realitetit shqiptar, ku ndonse disa zëra të mazhorancës e quajnë të një sukses, realisht kjo i ka dëmtuar dhe vazhdo të dëmtojë ekonominë shqiptare dhe sektorin e saj në mënyrë marramëndse. Ndaj sot ne jemi vendi më i varfër i botës, por që krenohemi që kemi monedhë më të fortë. Një absurditet si praktik, po ashtu dhe teorik. E qartë, Teliti, ndërkohë duke parë dhe duke marrë atë shembullin e këmbimit valutor, ne patëm denoncim që në atë që njihet në Tiranë si dollari, dhe aty ka patur një denoncim për miliona euro të cilët kanë hyrë dhe janë pastruar, janë futur nëpërmjet këtyre dyqaneve të këmbimit valutor. Ku jemi me sigurinë kur flitet përballë Bankës së Shqipërisë, e cila është bankë në nivelit lartë, dhe kur disa metra përballë saj bën transaksione të dyshimta miliona euro, cili do të jetë roli i shtetit këtu? Roli i shtetit do të jetë ndryshe nga ai që ka qenë. Pra roli i shtetit është të sigurojë mirëqenien e gjithë aktorëve të rregullt, të qytetarëve dhe të sigurojë fuqizimin që të jenë më shumë sipërmarrjes. Ky lloj fenomeni i cili ndodh poshtë godinës Bankës së Shqipërisë, 10 metra godina Bankës së Shqipërisë, i bën mirë apo i bën keq ekonomisë shqiptare? I bën dëm, i bën keq, e dërmon ekonominë, e dërmon eksportuesin, e dërmon prodhuesin. I zhvlerëson ato remitanca që fëmijët e pensionistëve i sjellin për prindërit e tyre që janë sot pension, që punojnë jashtë për fëmijët, dhe që i sjellin ato 100 euro apo 200 euro që ja sjellin në muaj për mbajtur frymën gjallë. Se nëse para 6 vitesh ai 100 euro vlente 280.000 lekë djetra, sot nuk vlen as 200.000 lekë, po vlen thjesht 186.000 lekë. Pra kemi një zhvlerësim marramëndës të monedhës shqiptare, e cila nuk ka ardhur si pasojë fuqizimit të ekonomisë. E përsëris ekonomia shqiptare vazhdo të jetë ende ekonomia e fundit në Europë dhe njëkohësisht kemi dy sektorët e saj, që janë sektori prodhues, që është industria prodhuese dhe bujqësia, që janë prej 4 vitesh në recesion. Do ndodhi ky lloj fenomeni që dëmton ekonominë shqiptare dhe sistemin financiar në përgjithësi. Pikërisht në sy dhe në oborri praktikisht të Bankës së Shqipërisë është diçka e patolerueshme. Nuk është thjesht faji i Bankës së Shqipërisë me të drejtën, janë edhe institucionet e tjera që nga krimi ekonomik, që nga drejtoria e pastrimit parave, që nga vetë policia e shtetit, të cilët mbyllin sytë me sa duket,
Ndërkohë që një fenomen I tillë di kushdo në Tiranë, në Shqipëri, se ku ndodh dhe në çfarë mase ndodh, të vetmit që nuk e shohin janë zyrtarët e shtetit. Kështu që shteti do të ketë vullnetin. Shteti është një entitet I cili përbohet nga njerëz funditës. Nëse njerëzit që punojnë në shtet, që nga drejtuesi nga më të lartë deri te niveli më I ulët, nuk kanë vullnetin për ta luftuar atë, apo akoma edhe më keq, mund të bëhen bashkëautor në këto vepra kriminale që ka dërmuar dhe vazhdon të dërmojë sistemi financiar dhe ekonominë shqiptare, këtu pastaj nuk flasim më çfarë duhet bëj, por çfarë duhet bëjmë ne të gjithë bashkërisht për ta ndaluar këtë lloj fenomeni. Dhe dihet, ai çdo të bëjmë ne është vetëm një gjë, do bëjmë çmos për ndryshimin e